policia kanë kërku, edhe thot s'kam alibi, thonë ka qenë vetë fjala ti, thot vetë kam qenë banes, nuk muj me dhonë dëshmi që kam qenë banes. A provove me thirr Riza Saliun në atë moment? Jo, se unë s'kisha numër të Rizajt, kur s'kam pas numër të Rizajt. Ai s'ka pas shtëpi, s'ka pas domicil, s'ka pas një adresë. Ose ka pas, po unë se kam ditë. Jo, ashtu s'ka. Rizajt s'ka qenë i kujdesshëm për mu, se çka po ndodh me mu. Ka marrë në Gjermani që s'tisha as gjuhë, as kur gjo, as një hiq, as informat, as kontakt, as... Kur gjo s'kam përjetu për i ti si ndim. Këtë këshillat mi ka thonë kër jam kthy pak në telefon që aty më ka këshillu, jam marrë vesh me ta. Dojsha me ditë se din ma shumë, me ndojsha dhe sigurisht në atë kohë dike ma shumë. Dhe kështu që erë puna në përjetum te për randat, atë lajmë, ama shumë randa, nuk erë dhe në veti. Dhe mas 2-3 ditëve se besoj që e 4ta ditë ka qenë, kur Rizau vjen të ne, edhe një befasie dorës parë. 700 kilometra, po vjen, na një mendja më shkon që për ngushëllim, se s'ka tjetër. Dhe si që përshkryll në liber, ai jo, ka arë për diçka tjetër, policia kanë kërku, edhe thot s'kam alibi, e unë fjallë në alibi se kam njoft në atë kohë, e a lypsha me njëherë ma spjegu, edhe dhe më thonë, ka qenë vetë fjallë ati, thot vetë kam qenë banes, nuk muj me dhonë dëshmi që kam qenë banes. Edhe dhe me u shprej se i këtu kam qenë të ju. Na du me thonë me dëshmu që jo kon këtu, ato të unë s'ka në shprejhe. Edhe u fillu një farë drama aty, Suzana përsëri ka qenë tepër nervoz, edhe ja plasin sy shumë gjana. Rizau... Çka u tha? Pa i kam thonë liber, se di jam i përsërit. Po, është... Pa i thoshte shiko. Fillim ishte ku shumë kontroversë. Tha jo, s'është i vramë. Gestapo, këtë më shërbimi sekreti i Hitlerit, që apet edhe këta s'disha çka është, Gestapo thot ka marru një skenë asisoj, sikur këta janë vra, po në fakt ai kanë qunë në shërbime tjera, ja undrojnë identitetin, nuk janë vra. Tash, erën kundërshtim, se pastaj erdhëm te një muhabet ma i gjatë, edhe erën te pyetja qendrore. O zotni, për i kujt po më shefesh, pra? Ato se në vram, për ti s'mush mu të nu, as mu dyshu për njerim që nuk është vra. Po për të vram dyshohesh. E tha, jo, thashtë ja, janë të vram për vëlla, thash, as janë vram. Që pyetja kam shtru, tha, jo, tha, janë të vram. Tha, po, ta janë të vram, tha se Udba i ka vram vetë. Po pëse, thash vetë. Tha, po e kanë kry punë, ata, si ju duhet ma. E qa kanë kry për vëlla. Thash, adin, qëto gjana, edhe mbrenëm në piken që Rizau me i mbledh fjallë të veta nga dale, e pa prekjen tonë deri në fund. Mendoj, në të folë për perspektive sotit, mendoj që ka fillu më friksu që ne mund t'i bëjmë në i shërbim të keq, thirim policinë ose diçka, që une asja disha rëndësin që asaj alibije, asja kam shku mendja me thirë, edhe që shtu mbeta e punë, u qu, tha unë kam marrë një mik, me lyp një, si besoj që më keni kuptu, edhe t'ju shoh, nisi me ndru pak mua betë, nuk vjetë 700 km me na pa neve, në me na thonë që së vra Jusufi. Po, që e kontraditët ta erëzoj, se di pse aqë nuk ka qenë aqë i marrë me qëtë kontraditë. Ne thë kësë që janë vrak, ne po iki që po më dënojnë për vrasje për ti. Edhe thash shkoj Rizahu, bile për sola dhe një stacion të vogël trenit, edhe shkoj.